Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit rreth orës 9 këtë të hënë në prokurorinë e posaçme për të zbatuar masën e sigurisë detyrim paraqitje, ku u prit nga militant të PD-s. Para gazetarëve, Berisha hodhi akuza ndaj kryetarit të SPAK Altin Dumani. Para kamerave, ai lexoi edhe shënimin lënë për të pranë oficerit të policisë gjyqësore. Gjithashtu Berisha dha një mesazh edhe për të paraburgosurit. Ardha ime shërben si dëshmi e përbotshme e keq përdorimit politik të drejtësisë nga narkotrafikanti Edi Rama për të luftuar kundërshtarët politik. Hetimi shterrues 4 vjeçar, siç e ka quajtur Skapi, dhe vetingu 32 vjeçar familjar i Sali Berishës ka provuar se ai dhe familjarët e tij nuk kanë përfituar kurrë asnjë favor dhe se kursimet e tyre janë në përputhje me ligjet e vendit, përbëjnë gjithsej në 54 vite 100.000 euro dhe 40 metër katror një apartament më të madh se ai që kishte në diktaturë. Dumani të Rams i lash një shënim. Mbyllja e aferës me Gonigal nga Altin Dumani përbën një krim ndërkombëtar. Krim ndërkombëtar. Dhe garantoj Edi Rama se asgjë në botë nuk do mund ta shpëtoj nga kjo aferë e tmerrshme me të cilën ai korruptoi njeriu kryesor që sipas gjykatësit amerikan kishte detyrë të mbronte qytetarët amerikan nga korrupsioni, por u korruptua vetë duke marrë parat e Edi Ramës. Shqipëria është një olla e zezë e turpit në Europë dhe nga më të zezat në botë. Sepse Shqipëria mban në burgje 67% të gjithë popullatës së burgjeve është në paraburgim dhe nuk ka dëshmi më madhore torture se sa kjo. Në këtë vend ka pushuar së funksionori prezumimi pafajësisë një parim shekullor i drejtësisë.